kesh fuqi dhe akoma energji për t'i motivu ato, e ndjen më shumë ai që është makinë. Dhe për këtë e kam pyetur si e ndjen veten, nëse e udhëheq përsëri këtë skuadër apo jo. Në fakt, unë e besoj se e kam detyrim që t'jem transparent për gjitha gjërat dhe po i them bisedat siç i kemi bërë me trajnerin. Trajneri më ka pyetur si e mendon ti. Në këtë vështrimin tim i kam thënë, mendoj që ke energji akoma, ndërsa si e ndjen ti, kështu që ai do marrë kohën për ta menduar këtë gjë dhe për të dhënë një përgjigje. Kjo nuk do të thotë që nëse Silvio do të thotë që po, unë kam energji për ta vazhduar këtë punë, ta vazhdoj. Pastaj ne do t'i ofrojmë le të themi kushtet e një kontrate 3 për pas korrigut. Por gjithsesi ne këtë gjë do ta vendosim parë ndeshjet miqësore të qershorit, nëse do vazhdojmë me të njëjtin trajner, pra varet nga të dy palët. Ky është mendimi jo, dhe apo me një trajner tjetër. Kam bindjen dhe jo bindjen, po kështu është realiteti që pa një lloj incentivi, pa një lloj mbështetje futbolli në Shqipëri ka vështirësi realisht financiare dhe do ketë vështirësi financiare. Vështirësi financiare mbase bim përsëritje se po të njëjtat gjëra jo vetëm në nivelet e profesionistë, le të them kategorinë superiore, por edhe në futbollin e bazës. Është shumë e vështirë që do të thënë pa një lloj incentivi kjo zhvillohet. Do të thënë dhe ne e kemi filluar diskutimin, betejën, luftën për ligjin e sponsorizimit 8 vite më parë, akoma jemi në të njëjtën situatë. Unë nuk jam në gjendje të them që do bëhet, premtimet kanë qenë vit pas viti që këtë vit do bëhen, kemi bërë shumë takime, negociata, diskutime, së fundmi me ministrin e sportit, edhe pas asambles, diku para rreth 10 apo 15 ditësh për të parë, le të themi, detajet e draftit, sepse qeveria fakt e ka bërë një draft, e ka çu për diskutim publik, është bërë një lloj diskutimi publik, ne kemi bërë vërejtjet tona, padyshim që kemi shumë vërejtje dhe për atë draft. Kështu që shpresoj që është në fazën finale. Shpresoj që është në fazën finale, me rezervën që dhe shpresoj të merren parasysh dhe vërejtjet që ne kemi bërë. Çfarë vërejtësh ne kemi bërë shumë e thjeshtë, ligji vetëm ne kërkojmë që të jetë një ligj funksional, një ligj i cili vërtet ndihmon dhe mbështet sportin. Në fund fundit ky është një vullnet politik që nëse ne duam apo s'duam ta zhvillojmë sportin. Përderisa ky vullnet të shprehur, atëherë teknicianët duhet të gjejnë rrugën. Ligji ka një kundërshtim të madh nga Ministria e Financave. Për mua është kundërshtim absurd, sepse mendohet ku do shkojnë këto lekë do shkojnë ke fëmijët tanë që do të luajnë futboll. Përderisa nuk shkojnë në mënyrë direkte nëpërmjet buxhetit, në një lloj mënyre në finale gjithë lekët do dalin nga taksat tona, të cilët plotësojnë buxhetin dhe buxheti i shpërndan. Për të bërë shpërndarje direkte nga buxheti për sportin, kemi një histori 35 vjet apo 36 vjeçare që nuk ka ndodhur. I vetmi mekanizëm mbetet ligji i sponsorizimit. Uroj që t'jemi edhe një herë në finalizimin e tij, por nuk mund të flas me bindje sepse jam vetëm kërkuesi i kësaj dhe jo vendimarrësi.